Nga shok në armiq, kështu duket se ka përfunduar historia e shkurtër e miqësisë mes presidentit Donald Trump dhe shefit të Teslas, Elon Musk. Largimi i këtij të fundit nga shtëpia e bardhë duket se nuk ka qenë edhe aq miqësor. Shkak për largimin e tij është bërë prishja e marrëdhënieve me Trump. Ishte vetë presidenti Donald Trump i cili gjatë një konference të përbashkët përshtyp me kancelarin gjerman Friedrich Merz konfirmoi përkeqësimin e marrëdhënies së tij me Elon Musk. Trump u tha gazetarëve se ishte shumë i zgënjur me miliarderin e teknologjisë, i cili dha dorëheqjen nga roli i tij si këshilltar i lartë në shtëpinë e bardhë, i cili më pas kundërshtoi paketën gjithëpërfshirëse të taksave dhe shpenzimeve të presidentit. Unë dhe Eloni kishim një marrëdhënie të shkëlqyer, nuk e di nëse do ta kemi më, u tha Trump gazetarëve në zyrën ovale, më pak se një javë pasi të dy shkëmbyen lëvdata të shumta në ditën e fundit të Musk. Që atëherë Musk ka kritikuar ashpër atë që Trump e quan projekt ligji i madh i bukur, që është miratuar në dhomën e përfaqësuesve dhe përballet me një rrugë të pasigurt përpara në Senat, duke e quajtur projekt ligjin të neveritshëm. Trump parashikoi se ndonse Musk nuk e kishte sulmuar personalisht, ai mund ta bënte këtë së shpejti. Ai e dinte çdo aspekt të këtij projekt ligji. Ai e dinte më mirë se pothuajse kushdo dhe nuk pati kurrë problem deri më njëherë pasi u largua. Jam i sigurt se kjo do të jetë radhës, por jam shumë i zgënjur me Elonin. E kam ndihmuar shumë Elonin, tha Trump. Ndërkohë që i shpejt ka qenë reagimi i Elon Musk, i cili u përgjigj komenteve të presidentit Donald Trump për të lidhur me kritikat e tij për legjislacionin e nënshkruar. Me anë të një postimi në platformën X, Musk mohoi pretendimin e Trump sa ai kishte dieni për mbi të ashtu quajturin projekt ligji i madh dhe i bukur i presidentit. Musk gjithashtu kundërshtoi duke thënë se eliminimi i stimujve tatimor për automjetet elektrike në Amerikë nuk ka të bëjë fare me kundërshtimin e tij ndaj projekt ligjit masiv të politikës së brendshme. Gabim, ky projekt ligj nuk më është treguar asnjëherë dhe u miratua në mes të natës, aq shpejt sa pothuajse askush në Kongres nuk mundi ta lexonte, shkroi Musk. Mëtej ai vijoi me kritikat e tij për projekt ligjin në fjalë në një tjetër postim, ku sqaroi se çfarë kërkonte që të ndryshojë në të edhe pse. Çfarëdo qoftë, mbani shkurtimet e stimujve për energjinë elektrike solare në projekt ligj, edhe pse nuk preken subvencionet e naftës dhe gazit. Shumë e padrejtë, por hiqni dorë nga mali i derrave të neveritshëm në projekt ligj. Në të gjithë historinë e qytetërimit, nuk ka pasur kurrë një legjislacion kaq të madh dhe të bukur. Të gjithë e din këtë, ose merrni një projekt ligj të madh dhe të shëmtuar, ose një projekt ligj të hollë dhe të bukur. Një projekt ligj i hollë dhe i bukur është i duhuri, tha Musk në një postim të veçantë. Musk mëtej tha se presidenti Donald Trump dhe republikanët e Kongresit do të kishin humbur zgjedhjet e vitit 2024 pa mbështetjen e tij. Pa mua, Trump do të kishte humbur zgjedhjet, demokratët do të kontrollonin dhomën e përfaqësuesve dhe republikanët do të ishin 51 me 49 në Senat, tha Musk në një postim në X. Marrëdhënia mes Trump dhe Musk duket se nuk është më aq e ngrohtë, megjithse Musk në postimet e tij në platformën X vijon të mbështesë hapur politikat e administratës Trump.